Këngëtarja e mirë dhe njohur e Shyret e Beluli sapo ka marrë një vlerësim më të lartë që ka përcen e kufijtë e muzikës në një ceremoni prestigjioze të organizuar nga Ambasada e Paqes në Tiranë. Ajo është nderuar zyrtarisht me titullin Ambasadore e Paqes. Ky vlerësim erdhi në një moment mjaft emocional pasi përkoi me festimet e 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës. Artistja nuk e ka fshehur gëzimin e saj, duke e konsideruar këtë dekoratë si një privilegj të madh që vjen në një datë historike. Të përfaqësosh paqen në një ditë kaq simbolike që përfaqëson sakrificën dhe krenarinë tonë është një përgjegjësi e jashtëzakonshme, u shpreh Beluli përmes një mesazhi për ndjekësit e saj. Përveç mirënjohjes për titullin e këngëtarja përcolli edhe një mesazh uniteti për të gjithë shqiptarët, thirrje për bashkëpunim. Ajo uroi që prima e paqes të na udhëheqë gjithmonë. Urime për Kosovën, po mbylli reagimin e saj me urimet më të përzemërta për vjetorin e rëndësishëm të shtetësisë.